Elvis Kosova, për cilin u raportua se ishte pronari i automjetit tip Benz me të cilin po udhtonin Gilmando Dani, viktima e atentatit të dieshëm, dhe Muçi Shaliani Sheqeri, ka reaguar lidhur me vrasjen e dieshme të ndodhur në aeroportin e Rinasit, duke mohuar çdo lidhje me ngjarjen. Në një koment në rrjetet sociale, Elvis Kosova shkruan se automjeti është në pronësi të kompanisë. Kosova njihet si biznesmen në fushën e shitblerjes së automjeteve. As nuk e mbaj mend ta kem pasur ndonjëherë këtë makinë. Nuk është në emrin tim fare, është në emër të kompanisë. Sa makina hyn e dalin nga kompanitë e mia nuk di, s'kam fjalë me këto. Zot na ruaj, shkruan Elvis Kosova në një koment në rrjetet sociale. Elvis Kosova nuk është një emër i panjohur për policinë. Jo më larg se verën e këtij viti, ati u vendos një sasi lëndë plasëse në portën hyrëse të garazhit të tij në zonën e liçenit të thatë në Tiranë. Ndërsa në gusht të vitit 2024, ai u ndalua për vjedhjen e një makine luksoze Audi R8 me vlerë rreth 200.000 euro, që ishte sjell fillimisht nga Gjermania nga një turk dhe më pas ishte përvetësuar nga Elvis Kosova përmes mashtrimit.